Me më pak se një muaj deri në mbledhjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, fati i aplikacionit të Kosovës për anëtarësim mbetet i paqartë. Me gjithë interesimin e kohës, qeveria e Kosovës nuk ka ofruar sqarime lidhur me veprimet e ndërmarra për përfshirjen e aplikacionit të Kosovës në takimin e majit. Nga Këshilli i Evropës, të pyetur për aplikacionin e Kosovës përmes një përgjigjeje me shkrim, thanë se agjenda e sesionit ministror ende nuk është miratuar. Sipas procedurave të Këshillit, agjenda duhet të miratohet këtë muaj. Çështja që ndikoi në vendimin për mospërfshirjen e Kosovës vitin e kaluar në agjendën e Komitetit të Ministrave ishte mosprocedimi draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky draft i hartuar nga Bashkimi Evropian nuk ishte dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga ana e qeverisë, ashtu siç kërkoi BE-ja dhe shtete anëtare të Këshillit të Evropës. Kosova aplikoi për anëtarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit 2022 dhe procesi ka kaluar disa etapa të rëndësishme, përfshi rekomandimin pozitiv nga Asambleja Parlamentare e Këshillit në prill të 2024-s. Vendimi final i takon Komitetit të Ministrave, organ që përfaqëson qeveritë e vendeve anëtare, i cili deri më tani nuk ka vendosur nëse kërkesa e Kosovës do të jetë pjesë e agjendës së mbledhjes së majit. Nga 46 shtete anëtare sa janë në Këshillin e Evropës, për të anëtarësuar Kosovës i duhet mbështetja prej 2/3.